Pas tragjedisë së rëndë, Ledioni ngushëllon publikisht Gjestin dhe familjen e tij. Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur pranë fshatit Qungur, ku për fat të keq ka humbur jetën në vendngjarje vëllai i këngëtarit të njohur kosovar Gjesti. Ngjarja e rëndë ka tronditur jo vetëm familjen e viktimës, por edhe opinionin publik dhe komunitetin artistik, të cilët kanë reaguar me dhimbje dhe solidaritet. Ndër mesazhet e shumta të ngushëllimit ka ardhur edhe ai i Ledion Liços, moderatorit të spektaklit Big Brother VIP Albania, ku Gjesti mori pjesë gjatë edicionit të fundit. Ledioni, përmes një postimi të ndier në rrjetet sociale, ka shprehur mbështetjen e tij për Gjestin dhe familjen Kelmendi në këtë kohë të dhimbshme. I trishtuar nga ky lajm i kobshëm, për një familje të bukur që pak muaj më parë gëzonte. Bëhuni të fortë, atë do donte edhe engjëlli juaj. Ky mesazh i ngrohtë, megjithse i shkurtër, përçon dhimbjen dhe solidaritetin në një moment ku fjalët janë të pakta, por mbështetja është thelbësore. Në këto ditëzie, shumë personazhe publik, kolegë dhe ndjekës kanë shprehur ngushëllimet e tyre për humbjen e madhe që ka pësuar familja e Gjestit, duke treguar se, përtej skenës dhe ekranit, lidhja njerëzore mbetet ajo që ka më shumë rëndësi. Ngushëllime të sinqerta për Gjestin dhe familjen Kelmendi.